Unë jam Rozoa Fajrisi, studente e vitit të tretë në Departamentin Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri në Universitetin e Mitrovicës, ISO Boletini, dhe gjithashtu bursiste e këtij institucioni. Është nder dhe kënaqësi e madhe për mua të qëndroj këtu para jush për të ndarë rrugtimin tim tash për gati 3 vite. Dua të kujtoj ditën e parë që kemi kaluar pragun e këtij universiteti bashkë me pjesën tjetër të gjeneratës. Ndoshta nga gëzimi i fillimit të një rruge të re, apo fryma e mirë që më dha universiteti, që nga fjalimet e para nga prijetarët e këtij institucioni që na uruan mirëseardhjen, kam ndjerë një mbështetje të jashtëzakonshme dhe na ka bërë të ndjehemi të mirëpritur dhe të përfshirë në një mjedis akademik të frytshëm. Pastaj takimet e para në orët akademike me profesorët ishte një përvojë inkurajuese. Për rastësi, takimin e parë e kishim me shefin e departamentit, profesor Dr. Berat Ujkanin, i cili me përkushtimin dhe vizionin e tij ka krijuar një ambient të shkëlqyer akademik. Do shumë thënie jetësore dhe akademike që na dhanë profesorët tonë, mbaj mend të parën që na thanë: nga ju presim më të mirën dhe bashkë do ta bëjmë dhe do të punojmë për më të mirën. Nuk mund të mos përmend në përgjithësi profesorët e mi gjatë këtyre viteve, të cilët që nga viti i parë kanë qenë përkrahës dhe udhëzues të jashtëzakonshëm. Ata nuk kanë kursyer asnjë përpjekje për të na inkurajuar që të mësojmë më shumë, duke na ofruar çasti në materiale të përditësuara, kurse të ndryshme dhe trajnime që na kanë ndihmuar të zgjerojmë horizontet tona intelektuale. Po ashtu, ata ishin të gatshëm të na ndihmonin në çdo kohë dhe të palodhur. Pasioni dhe përkushtimi i tyre na kanë ndihmuar të përvetsojmë njohuritë më të avancuara dhe të zhvillojmë aftësi praktike që do të na shërbejnë gjatë gjithë karrierës tonë. Një pjesë e theksuar e rrugtimit tim është se kam kuptuar rëndësinë e kolektivit. Shkëmbimi i ideve, ndihma reciproke dhe puna në grup na kanë ndihmuar të kapërcejmë sfidat së bashku dhe të arrijmë rezultate të larta, qoftë në grup apo edhe individualisht. Falë këtyre përvojave dhe njohurive që kam marrë gjatë studimeve, aktualisht punoj si asistente mësimdhënies në Gjimnazin Britanik të Teknologjisë dhe ligjeroj pikërisht lëndë të fushës së teknologjisë informative, për cilën kam ndërtuar themelin pikërisht në këtë universitet. Përvoja mësimdhënies po më jep kënaqësi të veçantë, pasi mund të ndaj me gjeneratat e reja atë që kam mësuar nga mësimdhënësit dhe profesorët dhe projektet që kam realizuar këtu. Përvojat e mia në këtë program kanë qenë të mbushura me projekte sfiduese, por njëkohësisht edhe shumë motivuese. Kam pasur mundësinë të punoj në projekte të ndryshme dhe këto jo vetëm që më kanë ndihmuar të filloj njohuritë e mia akademike, por edhe të krijoj lidhje të forta me kolegë të ndryshëm dhe me profesor që me të vërtetë e bëjnë punën ashtu siç duhet. Po ashtu projekte të cilat kam pasur mundësinë që të punoj ende me to dhe në aspektin tim profesional. Programi ynë, ku jemi tash, ofron një kombinim të teorisë me praktikën, duke na përgatitur më së miri për tregun e punës dhe për sfidat teknologjike të së ardhmës. Shumë prej nesh tashmë kanë filluar të ndërtojnë karrierat e tyre, qoftë përmes praktikave apo angazhimeve të tjera profesionale. Sot, unë jo vetëm si një studente absolvente e këtij programi, por si një dëshmi e asaj që kur përkushtimi, mbështetja profesionale dhe puna e palotshme bashkohen, çdo gjë do të jetë e mundur. Në këtë përvjetor të 12 të Universitetit të Mitrovicës, ISO Boletini, duhet të festojmë jo vetëm të arriturat e së kaluarës, pra të arriturat e gjeneratave të kaluara, por edhe mundësitë e mira që na presin në të ardhmen, mundësitë e mira që i presin gjeneratat në vijim. Ky institucion është një vatër e dijes dhe inspirimit, dhe unë jam shumë krenare që jam pjesë e tij. Me shumë mirënjohje për profesorët tonë, kolegët dhe të gjithë ata që kontribuojnë çdo ditë për zhvillimin tonë, do të vazhdojmë së bashku të ndërtojmë suksese të reja dhe të shkëlqejmë në çdo hap të rrugës sonë. Dhe do doja të përfundoja me një thënie shumë të njohur. E ardhmja i përket atyre që besojnë në ëndrat e tyre. Duhet të besojnë në ëndrat tona, të punojnë me përkushtim dhe të triumfojnë në çdo sfidë që na sjell e ardhmja. Urime dhe suksese të mëtejshme UIBM. Ju faleminderit.